Dikun në Cermian, vija e parë frontale në mes të ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe forcave ushtarake serbe, në mes të ushtri ka ndodhur dikun, nëse nuk gaboj, data 24 prill të Suka e Cermianit, që kanë marrë pjesë një pjesë e madhe të djemve të Cermianit, por nuk po përjashtoj se në atë betejë kanë marrë pjesë edhe fshatra për rreth. Kështu që nuk po du me him me emra, për arsye se vërtet po ju him në hak edhe pjesëtarëve tjerë, dhe ndoshta... Po është edhe njerëzore, mos na i kujtu na herë të gjitha emrat. Po kuptueshme është, mirë është që të veçohet dikush, por që thash një pjesë e madhe të djemve të Cermianit kanë marrë pjesë në atë front, në ato luftime ushtarake, gjë që aty forcat serbe kanë përdorur gjithë artillerinë, e rënd madje kanë përdorur edhe helikopter. Ajo ditë shënohet si betejë e parë frontale në mes të ushtrisë serbe dhe ushtrisë shkrimtare të Kosovës.